rekord duke tejkaluar edhe periudhën e famshme 2015-2016 dhe për këtë kam dy deshtash kriminal të njohur, kriminalist të njohur, përsa ka mund të thuash të gjitha, për Eugen Becin dhe për Artan Hoxhën. Mirëmëngjes dhe faleminderit të dyve që keni ardhur. Mirëmëngjes. Mund ta thosh edhe kriminal. Fjala jote në vesh perëndistët. Dhe do zoti. Do doja një koment paraprak një herë për këtë statistikë. Mos ndoshta tani po mendoj me logjikën e zyrës së shtypit të qeverisë. Mos ndoshta po e luftojnë më shumë dhe prandaj kemi këto statistika tani. Tash me që jemi në mëngjes përfitojmë diçka më shumë. Këtë 520 raste keni fjalën për çështje, kush nga ka dalë ky 520 raste? Stati thotë që janë 520 çështje penale të hapura, paktën për një nga ato shkeljet, për pastrim të produkteve, për pastrim të produkteve të veprës penale, e kuptoj. Fjala është që në rast se kemi një lloj rritje për 520 euro, besoj. Jo, e kishte fjalën nuk është për 520 çështje penale në lidhje me drogat, edhe në lidhje me narkotikët. Është lidhje vetëm me pastrimin e produkteve, se po të flasim për lidhje me narkotikët. Jo, janë me mira. Pra, kjo është situata. E kishim të përqendruar në faktin që nga 2016 në 2025 ne kemi thënë her pas here, po sot Instati e provon në mënyrë statistikore që është një hop cilësor. Asë në 2016 hop cilësor. Me entuziazëm, hop cilësor. Po hop cilësor me entuziazëm, me që e filloi me kriminalët e kanë hop cilësor. Ideja e kanabizimit që ishte në 2016 kishim bënë me një fenomen të dukshëm, me një mungesë të kontrollit të territorit dhe sigurisht që krijonte fenomen të përqendruar vetëm te kultivimi i narkotikëve. Fakti që në 2026 ne kemi një hop të tillë tregon që kemi disa situata të cilat vijnë për shkak mbase të kanabizimit, po dhe për tërë situatës të destabilizimit të institucioneve. Sepse destabilizimi institucionesh? Destabilizimi institucionesh, sepse institucionet kur nuk arrin të përgjigjen një situate, sigurisht që krimi merr terren. Dhe në rast se destabilizimi institucioneve shkon deri në faktin që ti nga kanabizimi që ishte, po themi, krimi dukshëm, krimi thjesht për të kontrolluar në kuptimin e forcave operacionale policore të agjensive të ligjzbatuese, sot vim në strukturat të mirëfillta të krimit organizuar që ndihmojnë tërë Evropën dhe tërë Amerikën Latine dhe pothuajse në çdo vend të botës të jenë fleksibël në trafikun e lëndëve narkotike. Kemi një trafik ndërkombëtar i cili është i përqendruar kryesisht me produktet e tij të pastrimit që vinë në Shqipëri dhe kemi mbi të gjitha diversifikim të substancave narkotike. Në rast se më parë flisnim për thas me kanabis, sot flasim për thas me kokainë. Dhe kjo është situatë e cila patjetër do reflektojë edhe në këtë 520-ën e pastrimit produkteve të veprës penale. Në disa elementë të cilët patjetër që kanë sofistikimin dhe profesionalizmin e krimit organizuar, sepse financat e bëjnë krimin organizuar të rekrutojë më shumë njerëz, të rekrutojë më shumë punonjës zbatimit të ligjit, të specializohet dhe patjetër dhe në fund fare të destabilizojë institucionet duke mos i lejuar ata që të jenë po thuajse reagues në drejtim të situatës kriminale. E thënë më thjesht, 2015 u prodhuan para, deri në 2025 këto para u investuan për të patur një hop cilësor në rritje të kriminalitetit dhe të llojshmërisë së trafikimit të lëndëve narkotike dhe sigurisht që këto para do pastrohen diku. Dhe kjo 520 që thoni ju ka lidhje drejt për drejti me faktin që shumë para që vijnë nga trafiku i lëndëve narkotike patjetër që duhet pastrohen. Dhe çudia është që bëhen legët në anën mban botës, përfitimet bëhen anën mban botës me trafikim lëndësh narkotike dhe pastrohen këtu. Pastrohen këtu dhe vinë në një problem që është thelbësor në Shqipëri. Këtu pronësia ka një problem shumë të madh dhe është e lidhur drejt për drejti me pastrimin e produkteve të veprës penale. Pronësia faktike nga pronësia juridike ka një ndryshim të madh në Shqipëri. Domethënë, ne nuk e dim asnjëherë se prapa godinës kush fshihet, Eugeni, Artani apo Flavio. Dhe kjo është situata e cila e bën shumë më fleksibël pastrimin e produkteve nga grupet kriminale. E thon më thjesht fare, thyet shtaman Maldajtit, lagën këmbët ke 15 kaçi. Çfarë do të thotë? Në rast se ti bën para në Amerikën Latine, godina apo kulla ngrihet në Tiranë. Dhe
kemi një mungesë totale e reagimit të institucioneve, përsa i përket mënyrës së hetimit pasuror, përsa i përket mënyrës së konfiskimit të produkteve të veprës penale dhe patjetër që ato para që mbeten përsëri në dorë të krimit do rigjenerojnë krim tjetër. Hoxha? Patjetër që kemi bërë një